në shumë vende të Evropës është trendi që të digjen trupat e të vdekurve dhe pjesa e mbetur nga trupi prej kockave shihet dhe jepet në vazo familjarëve ose vendosen në një mural për të vdekurit. Cili është gjykimi i Islamit? Absolutisht nuk lejohet në Islam. Në Islam besohet se shenjtëria e trupit të vdekur është njësoj si shenjtëria e trupit të gjallë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thyrja e kockës së njeriu të vdekur është njësoj si thyrja e kockës së njeriu të gjallë. Pra nuk lejohet. Madje, subhanallah, Islami shkon aq thellë kur flasin për ujin e xhenazës. Dikush prej interpretuesve thot uji i ftohtë është më i mirë. Dikush thot uji i nxehtë për pastrimin e xhenazës është më i mirë. Prej gjërave të bukura që kam gjetë është thot lahet me atë lloj uji që ka pas qejf kur ka qenë i gjallë. Nëse ka qenë tip që kishte qejf ujin e ftohtë, ashtu lahet. Nëse ka qenë tip që kishte qejf ujin e nxehtë, ashtu lahet. Nëse ka qenë tip që kishte qejf ujin mesatar, ashtu lahet. Duke u nis tek hadithi që unë përmenda. Në Islam i vdekur i lahet, pastrohet, parfumoset, qefinoset. Ku guxon në Islam me djeg njeriu, nuk ka